para se të flasim për gjithë të mirat, duhet të jemi të sigurt për diçka thelbësore. A është vaji i ulliri që kemi në shtëpi ai i duhuri? Pse? Sepse jo të gjithë vajrat e ullirit krijojnë një lloj dhe etiketat ndonjëherë mund të jenë pak mashtruese. Pra, le të hyjmë punës dhe ta deshifrojmë të kod së bashku. Dhe kjo na sill te pika e parë, të kuptojmë llojet e ndryshme të vajit të ullirit. Për të marrë maksimumin e përfitimeve, duhet të dimë saktësisht se çfarë po lexojmë në etiketë. Dhe këtu qëndron gjithë thelbi i çështjes. Kur shihni në etiketë fjalët extra virgin, kjo do të thotë që vaji është nxjerrë në mënyrë mekanike direkt nga ullinjt, pas një procesim kimik. Por duhet keni kujdes me terma si pure ose light. Këto shpesh tregojnë se kemi të bëjmë me një përzierje vajrash dhe jo me 100% vaj ulliri ekstra të virgjër. Dhe ja ku vim te një nga keqkuptimet më të mëdha, shpesh i nxitur nga marketingu. Fjala light absolutisht nuk do të thotë më pak kalori. Ka saktësisht të njëjtin numër kalorish sa vaji ekstra i virgjër. Ajo i referohet thjesht një shije më delikate, më të lehtë. Pra, cili është morali i historisë? Lexoni me vëmendje dhe mos bini pre e fjalëve joshëse. Në rregull. Tani, le të bëjmë një udhëtim brenda trupit ton, ku çdo ditë zhvillohet një betejë e heshtur, por shumë e rëndësishme, ajo mes yndyrave. Kjo është betejë për shëndetin e zemrës, dhe siç do ta shohim, vaji i ullirit është një aleat i jashtëzakonshëm. Le t'ju prezantoj me personazhin negativ të kësaj historie, LDL, i njohur ndryshe si kolesteroli i keq. Kur nivelet e tij janë të larta, ai fillon të ngjitet në muret e arterieve, duke krijuar pllaka që i ngushtojnë ato. Kjo, natyrisht, rrit rrezikun për sëmundje zemre. Kjo është pikërisht arsyeja pse mjekët na paralajmërojnë vazhdimisht për të. Dhe tani vjen heroi i historisë son, HDL ose kolesteroli i mirë. Mendojeni si një ekip pastrimi super efikas për sistemin ton të qarkullimit të gjakut. Misioni i tij, të mbledh kolesterolin e keq LDL dhe ta transportojë larg arterieve duke i mbajtur ato të pastra dhe të shëndetshme. Dhe këtu, saktësisht këtu, hyn në lojë vaji i ullirit. Ai është si karburanti për heroin ton, për HDL-n. Duke konsumuar vaj ulliri ekstra të virgjër, ne praktikisht japim trupit ton mjetet e duhura, pra yndyrnat e mira, për të luftuar LDL-n dhe për të mbajtur arteriet tona të lira dhe funksionale. Mirë, përfitimi tjetër madhor? Fuqia antioksiduese. Le të flasim pak për këta mbrojtës të padukshëm që gjenden në çdo pikë vaj ulliri dhe për rolin e tyre jetik, që shpeshherë keq kuptohet. Ekziston një analogji fantastike për të përshkruar antioksidantët, pastrues molekular. Pse? Imagjinoni pak sikur kemi patrulla të vogla që qarkullojnë vazhdimisht në trupin ton, duke kërkuar dhe neutralizuar molekula të dëmshme, të quajtura radikale të lira, përpara sa ato të kenë mundësi të dëmtojnë qelizat tona. Një punë vërtet e rëndësishme. Dhe brenda kësaj familje të madhe të antioksidantëve, ekziston një grup yjesh të quajtur polifenole. E po, vaji i ullirit ekstra i virgjër është pa diskutim kampioni absolut në këtë kategori. Ai përmban nivelin më të lartë të këtyre komponenteve mbrojtëse, krahasuar me çdo lloj vaji tjetër. Dhe çfarë do të thotë kjo në praktik për shëndetin ton? E po, përfitimet janë vërtet mbresëlënëse. Këto polifenole janë provuar shkencërisht se ndihmojnë në parandalimin e diabetit të tipit 2, luftojnë bakteret dhe viruset, ulin inflamacionin kronik dhe sigurisht zvogëlojnë rrezikun e sëmundjeve të zemrës. Lista vazhdon. Në rregull, mjaft me shkencë për momentin. Tani le të bëhemi pak më praktik. Si mund ta përdorim vajin e ullirit në mënyrën më të mirë për të marrë të gjitha këto përfitime, duke e çuar fuqinë e tij nga banaku i kuzhinës deri tek qelizat tona? Kjo është pyetja që bëhet gjithmonë. A duhet ta përdorim vetëm të papërpunuar apo mund edhe të gatuaj me të? E po, ja si qëndron puna. Për të marrë përfitime maksimale, përdorimi i tij i papërpunuar, për shembull në një sallatë, është mënyra ideale. Megjithatë, kjo nuk do të thotë të mos gatuani me të. Edhe kur nxehet, ai ruan shumë nga vetit e tij dhe mbetet absolutisht zgjidhja më e mirë dhe më e shëndetshme krahasuar me vajrat e tjerë. Dhe kjo na çon te disa hapa fare të thjeshtë dhe praktik. Shtojeni bujarisht mbi sallata ose pjata pasi janë gatuar për t'i dhënë shije dhe vlera. Bëjeni vajin tuaj kryesor për gatimet e lehta ose pjekje, pse jo? Përdoreni si bazë për të krijuar salcat dhe marinatat tuaja shtëpiake. Është jashtëzakonisht i gjithanshëm. Pra, çfarë duhet të mbajmë mend nga e gjithë kjo? Sigurisht, nuk është një kur magjike për gjithçka.
por shtimi i një sasie të vogël vaj ulliri ekstra të virgjë çdo ditë është një nga hapat më të thjeshtë, më të lehtë dhe më të fuqishëm që mund të ndërmarrim për mirëqenien tonë afatgjatë. Dhe kjo analizë na lë me një pyetje interesante për të reflektuar. Ndërkohë që pam fuqinë e jashtëzakonshme të vajit të ullirit, çfarë thesaresh të tjera të fshehura mund të gjenden në përbërësit e thjeshtë që përdorim çdo ditë në kuzhinat tona? Një ushqim i mirë për mendime.